qëndrimit në Zvicër, delegacioni i Parlamentit të Kosovës i udhëhequr nga kryetari Jakub Krasniqi u takua me kryetarin e Parlamentit zvicran Hans Jürg Walter, si dhe me zyrtar të tjerë zvicran. Ndërkohë, nesër në orën 20 në sallën Salmen të Shlirenit, afër Zyrihut, delegacioni i Kuvendit të Kosovës do të takohet me bashkëdhetarët tanë në Zvicër. Në të gjitha takimet zyrtare, kryetari i Parlamentit Jakub Krasniqi, në emër të Parlamentit dhe popullit të Kosovës, falenderoj shtetin zvicran për ndihmën dhe kontributin e madh që ka dhënë Konfederata Helvetike për Kosovën në të gjitha periudhat. Zvicra është shteti i parë që ka dalur hapur pro pavarësisë së Kosovës. Nga ana e tij, kryetari i Parlamentit të Zvicrës, zoti Walter, sa se ndihemi tepër të kënaqur që sot po takohemi për herë të parë zyrtarisht me një delegacion nga shteti i ri i Kosovës, duke shprehur gatishmërinë që marrëdhëniet në mes dy vendeve gjithnjë të jenë të mira. Zvicra do të qëndrojë pranë shtetit të ri të Kosovës dhe do ta mbështesë në zhvillimin e mëtutjeshëm. Natyrisht se ka shumë fushë dhe mundësi reale ku mund të bashkëpunojmë, ndaj duhet të punojmë së bashku në realizimin e projekteve në të ardhmen, tha këshilltari federal i Ministrisë së Jashtme, zoti Didier Burkhalter. Më të interesuarit për gjendjen politike dhe ekonomike në Kosovë ishin anëtarët e Komisionit për Politikë të Jashtme, të cilët kryetari Jakub Krasniqi informoi mbi të gjitha zhvillimet aktuale politike, ekonomike, pozitën e minoriteteve dhe të sistemit të drejtësisë në Kosovë. Në të gjitha takimet, vëmendje të veçantë është kushtuar diasporës, e cila nga të gjitha delegacionet e nivelit të lartë u konsiderua si ulëse në mes dy shteteve. Delegacioni nga Kosova sot mori pjesë në seancën plenare të Parlamentit zvicran, me që rastë sipas traditës u përshëndet zyrtarisht në emër të Parlamentit dhe popullit zvicran.